Përshëndetje miq, mirë se erdhët në podcastin ton të radhës të Blokonomi Podcast. Sot në këtë podcast kemi të ftuar një sipërmarrës, i cili është i nominuar në edicionin ton të 5 të Fortin ndër Fortin, iniciativë që ndërmarrë nga Blokonomi dhe Woodward Albania. Vjen nga bota e konsulencës, ka një histori shumë interesante po në botën e konsulencës. Mua më jep perceptimi sikur e ka në gjak të punën e konsulencës financiare, por sa e vërtet është perceptimi im, sot do e diskutoj me atë që kemi të ftuar, që është Igli Çarçani, i cili është themeluesi i Çarçani Consulting. Përshëndetje Igli. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Unë jam Igli Çarçani, kontabilist i mirator. Është titull, kontabilist i mirator. Është e vështirë të marrësh një titull kontabilist i mirator, Igli? Asnjëherë nuk është e vështirë, sepse nëse ti ke pjesën e praktikës ndër vite, mund të lexosh thjesht ti rifreskosh ato gjërat para testit, gjithmonë do e arrish. Domethënë nëse ke atë ambicie që thua unë do e arrij qëllimin, asnjëherë s'është, por është gjithmonë e mira sepse ti kalon domethënë nga një ekonomist i thjesht që mund të firmosh vetëm një bilans, domethënë ke mundësinë për më shumë bilanca. Dhe është kjo si një milestone ose një ticket box që ekonomist duhet ta kenë në jetën e tyre që ka marrë. Po patjetër, sepse ajo është një shkallë më sipër si një ekonomist i thjesht, pra ty të hapen dhe më shumë dyert tek biznesi. Pra ai mendon për ky ka titullin kontabël edhe pse jo ta marrin domethënë, por gjithmonë i kontabilisti është ai që të japi produktin domethënë. Çekun final Çekun final, po dikush për shembull një ekonomist i thjesht ose mesatar po themi, mund ta ketë bërë pasqyrat financiare, por do i sy të dy domethënë ato rakordimin e llogarive deri në fazën finale që e bën kontabilisti. Shumë teknike kjo, do i kthejmë pak Iglit përpara se të shkojmë te Igli kontabilisti mirator. Igli, ti ke sa vite u bën që ke krijuar consulting tënd? Çarçani Consulting ka qenë në 2021. 2021. Çka ka bërë Igli përpara se të punonte të hapte biznesin e vet? Përpara se të hapte biznesin, unë kam punuar te Albanian Audit Partners, një studio domethënë që përfshin edhe auditimin, kontabilitetin, konsulencën. Aty kam mësuar gjithë pjesën domethënë proceset e kontabilitetit. Kam marrë pjesë edhe në pjesën e auditimeve, domethënë të pjesa praktike. Për 5 vite aty domethënë kam mësuar goxha nga pjesa, edhe ka pas një portofol me shumëshmëri, domethënë brenda të subjekteve. Pastaj ku ndrove biznes? Kam kaluar në DA Consulting. Kjo merret domethënë jo me auditimin, por thjesht me kontabilitetin, me taksat dhe konsulencën, ku kam ndërtuar për 2 vite. Këtu kishte portofolin e vet të bizneseve, por që thjesht kanë qenë biznese me aktivitet më ndryshe, domethënë se sa te Albanian Audit Partners, po themi për shembull blerje dhe shitje energjisë elektrike, fotovoltaike e tjera. Interesante. Dhe në 2021 ti vendose që duhet të kaloj i pavarur. Pse? Sepse gjithmonë unë për vete jam tek ajo që jo gjithmonë ti do varesh nga një punëdhënës, pra të marrësh urdhra nga dikush tjetër. Pra ti të ndërtosh diçka tënde, mundësisht pse domethënë në markën tënde ose firmën tënde, subjektin tënd, të kesh klientelën tënde, edhe por gjithmonë është ajo që ti do të kesh diçka tënde, pavarësisht se s'do të marrësh këshilla urdhra nga pronari nga një pronër tjetër. Po gjithmonë ke klientin që do i shërbesh atij, sepse do i përgjigjesh, klienti është mbreti. Patjetër. Po në 2021 ti vije me një portofol klientësh që të njihni më përpara, apo do duhet ta nishe nga zero? Jo, unë kur isha tek subjektet më përpara, disa klientë kam pasur që aty që kam punuar edhe me njifnin, kisha krijuar atë besimin, por që para se të tërhiqesh nga ato punën më përpara, i kam lajmëruar që domethënë nëse ky subjekt që ka punuar me mua do të vi me mua tek firma ime, atëherë po, edhe kështu ndodhi, një pjesë e firmave e klientëve erdhën me mua domethënë. Plus janë shtuar rrugës, pjesë e portofolit, klientelës. Është ai besimi që ne krijojmë që në fillim. Ose ndonjëherë kur ti ke një klient, ai për shembull ka një pjesë të shoqërisë që shikon se
ma ka bërë punën e tjerë, edhe fillojnë në vind, E jo që në marketing e quajmë word of mouth, Po, pra të po, sugjeron po. një klient, sugjeron diku tjetër dhe që është marketingu më i mirë i mundshëm. Si është të vish nga një familje që e kanë tradit konsulencën financiare në të gjithë format e saj? Ka qenë një peshë që ti do duhet ta mbaje në rrugën për të mirë performuar, apo ti ke qenë i lirë në zgjedhjen tënde dhe deri në momentin që krijove kompaninë? Unë faktikisht, siç ka qenë që nga fillimi gjysh nga ana e babit ka qenë ekonomist, domethënë drejtor në kohën e vet, babi po ashtu ndër ekspertët kontabël ose auditues ligjor të sot në grupet e para në Shqipëri, po edhe një vëlla, domethënë auditues ligjor. Faktikisht prindërit kanë dashur që unë të bësha mjek ose doktor që themi, por që unë gjithmonë kam dashur pse jo të ndiqja domethënë traditën familjare të pjesës së ekonomisë, kontabilitetit. E ke parë si një sfidë? Apo e ke parë, jo, domethënë ta plotësoj më saktë, e ke parë si një sfidë që të bësh kontabilist për të treguar historikun familjar, apo ti urraje me aq shumë koncepte në familje në lidhje me kontabilitetin, saqë erdhi natyrshëm të futurit në botën e kontabilitetit? Kam parë edhe nga pjesa e trashëgimisë familjare këtë gjë, po pse jo që ti mund të arrish diçka domethënë më tepër se sa vetëm një ekonomist i thjesht ose një, po themi që hedh vetëm ato dhënat, një operator domethënë që marrim në thonjza, ti mund të arrish deri në atë finali që të marrësh titullin. Kontabilisti është ai personi që shndron në zyrë, apo jeta e një kontabilisti ka edhe terren? Kontabilisti mund të jetë edhe në terren, sepse mund të takoj klientë të rinj ose klientët e vjetër, domethënë t'japi atë pjesën e konsulencës, t'i udhëzoj, ose mund të jetë të pjesa e konsulencës, për shembull klienti ka ekonomist të brendshëm, ti do vesh të këshillosh atë se si ka ecur me punën, pra nuk është gjithmonë brenda në zyrë. A ke thënë ti jo një klienti në këto 5 vite, 6 vite? Që nuk e dua si klient? Varet nga klienti, sepse ka klientë të tillë që ti pasqyron, domethënë kjo gjë duhet të vej kështu, do ishte mirë të bëj kështu e ashtu, domethënë nëse ai vazhdon me atë të vetën, jo unë e dua kështu, atëherë pse do i thosh vazhdo me tëndën, plus që i thua kostot e tjera, sepse ka shumë klientë që ta hedhin gjithë ato eksperiencën dhe punën poshtë, domethënë këtu në tregun shqiptar. Ke një formë si mund t'i kategorizosh ato klientë, nëse mund t'a shuaj, apo biznese, të cilët janë në drejt qasjeve inovative ose e përqafojnë këshillën, dhe ato kategori klientësh të cilët janë statike dhe thonë jo, unë njoh tregun se kam 30 vite në treg dhe di se si funksionon kjo. Përfshi formalitetin apo informalitetin aty brenda. Pra, e ndan do tipologjinë e këtyre dy klientëve që të përmenda unë me faktorin moshë, industri, apo s'ka lidhje fare ky kategorizim? Jo, ajo nuk është se ka lidhje shumë, po që më shumë janë to klientët, po themi, se mos të huaj që vinë të investojnë në Shqipëri, ata janë më të evropianizuar që themi, dhe ata nuk e kanë problem nëse ti i jep ato konsulencën ose sugjerimet që në fillim, domethënë, dhe thonë po jam dakord, pranojnë ofertën, sugjerimet e tua. Të vazhdosh të bësh bashkëpunimin, domethënë. Po në këto 5 vite, 6 vite, ka pas një moment që thënë që shikoj isha shumë mirë kur punoja 9-5 te dikush tjetër, do i kthehem prapa se puna? Jo. Asnjë moment vetëm? Asnjë moment, sepse ti do punosh, nëse ka ditë të caktuara që janë ngarkuara, patjetër që do punosh më shumë se 10 orë, ka pas raste edhe 17 orë për shembull, që janë zyrë tërkohës, po thjesht është kjo ngarkesa e deri me 31 mars që kemi ne për mbylljen e pasqyrave financiare. Momenti më i vështirë në këto 6 vite? Momenti më i vështirë. Thjesht ka qenë fillim pjesa e pandemisë, që ti nuk është se kishe shumë kontakte fizike me klientët, me njerëzit, domethënë. Pastaj ka qenë një momenti sado që mund të ishe me ismur, patjetër që do studioje, do arrije të jepi edhe provimet për të marrë titullin, domethënë derisa ja arrita asaj, domethënë. Sepse asgjë s'është e pamundur, nëse ti vë si parim vetes, domethënë. Të ndalojmë së foluri për iglin dhe flasim për kompaninë.
Për atë që e dëgjon për herë të parë, kush është porta e shërbimeve që kompania ofron? Porta e shërbimeve janë që nga, po themi, para se të hapësh një biznes ose një nip, ti do je sugjerosh atij shiko se ke për të bërë gjithë të procedura, po themi që nga po marrim një person fizik, një më të thjeshtë që ti do kesh një Albania personale që të hapësh biznesin, do kesh pastaj do aplikosh për certifikatën elektronike që është vjetore, do marrësh, po themi, një software nëse do ai, sepse në kohën e sotme një person fizik i vetë punësuar mund të përdorë edhe certifikatin vet. Pastaj është dhe nënshkrimi elektronik që është vjetor. Pastaj janë gjithë të procedurat, si të themi, hedhja ose prerja, domethënë, e faturave të shitjes, hedhja e faturave të blerjes, domethënë derisa do arrish te mbyllja e bilancit. Që është finale, një nga finalet kryesore. Faza finale. Sa e gjerë është porta e klientëve aktualisht e Kegli? Është tek 30 që. Është e vështirë të mbash 30 klientë? Mund të jetë pak sfiduese, domethënë ngarkesa, po që po të gjesh edhe një pjesë sigurt për paktën një individ të bëj atë pjesën e operatorit ose një ekonomistit të thjesht, do bënte goxha ndihmë sepse janë pjesë e volumit, ajo pjesa e hedhjes së të. Si është konkurenca aty e konsulentës financiare aty jashtë? Do të shikon tregun të ngopur, e shikon tregun të keq mbushur me njerëz profesionistë ose jo profesionistë? Shiko, në Shqipëri ka edhe profesionistë edhe jo profesionistë. Për shembull, ai që është një profesionist i mirë, patjetër që e nxjerr me sukses atë subjektin ose biznesin, pra arrin një produkt goxha të mirë. Kjo është ajo, domethënë, që e ndan atë kontabilistin miratuar një profesionist të mirë dhe të zotin. Siç mund të jemi edhe neve, se unë jam dhe pjesë e Aleancës Profesionistëve të Lirë, domethënë që ka goxha profesionistë në përbërje. E unë do të fus pak ndoshta në koncepte ekonomiko-politike. Politika fiskale në Shqipëri, sidomos të gjëra që lidhen me taksat e me ndryshimet, si ndodh qasja e sugjerimeve të grupit të kontabilistëve apo të ekspertëve deri tek vendimarrësit? Edhe a dëgjohet zëria, domethënë ka pas një moment caktuar që Igli ka thënë një sekond, ky vendimi që në mos gaboj ishte vitin e kaluar, që profesionet e lira apo personat fizik do duhet të parapaguajnë një taksë mbi të ardhurat personale vetore dhe të trajtohen si të vetë punësuar. Atëherë gjithë profesionistët do arrin të mblidhen, të bëjnë një mbledhje, të diskutojnë për një ligj të caktuar. Edhe pastaj nëpërmjet dikujt tjetër do gjejnë hapësira ta lobojnë atë pjesën e ligjit që të arrihet ajo vendimarrja siç u arrit nëpërmjet gjykatës, që deri në 2029 për shembull do ketë. Nuk do zbatohet, nuk do zbatohet. Edhe pse statistika thonë që ndryshimet fiskale në Shqipëri janë të merrsi shumë të shpeshta. Është të shpeshta sa ti nuk edukon dot klientin se çfarë po ndodh aty mbrapa. Janë të shpeshta sepse ndonjëherë është edhe ajo që themi si te filmi 14 vjeç dënë, ja ligji ama ligji që ata i bëjnë siç i duan gjithë pjesën e ligjeve. Dhe ndonjëherë patjetër bizneset lodhen me këto gjëra. Po marrim që nga po themi më e thjeshta rritja e pagës minimale dhe maksimale. Të gjithë kujtojnë se do marri punonjësi një pagë më tepër, po jo, ajo është gjithmonë që ti do paguar sigurime më tepër, sepse ai mund ta bëjë manovrën e vet subjekti ose biznesi, domethënë. Ka hapësira për të interpretuar dhe për të ulur kostot. Për të ulur kostot, është shumë e vërteta. Dhe ta mendosh që paga minimale vetëm 10 vjeçarin e fundit ka qenë shumë herë më e ulët se sa aktualisht është. Të paktën për mbështrimin individual. Që kur ka qenë siç isha unë në fillimet e mia, domethënë, nga 22.000 lekë që ka qenë bruto dhe ka arritur te 50.000 lekë që jemi tash aktual, është shumë pak edhe pjesa e arritjes. Po, edhe kurioz jam të di se si matet impakti i këtyre ndryshimeve në fund fare si në mirëqenien e individit apo edhe në mirëqenien e biznesit, se interesat janë komplet të ndryshme. Individi do më shumë të ardhura për të maksimizuar dobinë, biznesi do më shumë të ardhura për të ulur kostot edhe për të mbajtur. Nuk e di nëse ka ndonjë studim që bën analizën se paga minimale, rritja e pagës minimale është e dobishme për tregun pastaj. Jo, ajo biznesi gjithmonë do gjejë një rrugë që të uli kostot e veta, për shembull.
është ajo që nuk janë transparente me ato që ti derdhi gjithmonë pagat tek pjesa bankare, një pjesë do ja hedhi cash, domethënë në zarf. Edhe kështu që biznesi me vetën është në rregull sepse ul kostot. Kurse klienti gjithmonë ngelet si themi stafi, punonjësi ngelet i pakënaqur, sepse gjithmonë i do, domethënë siç ke thënë pagën e do me gjithë sigurime brenda. Është vërtet. Sa vështirë është të fitosh besimin e klientëve, sidomos në industrisë financiare? Shiko, financat unë mendoj që janë shumë çështje delikate për një biznes. Bizneset duan që ta kenë sa më private atë si informacion. Si krijohet ky besimi deri te klienti që shiko? Besimi krijohet që në fillim që nëse ai e hap kompaninë për herë të parë, ti jep këshilla, do ndjekësh këto gjëra, domethënë, edhe mund të bësh edhe një ofertë, për shembull, nëse ti ke ngel i kënaqur, po themi muajin e parë, po ta ofroj pa pagesë për shembull. Pastaj vazhdojmë, domethënë se si do ecësh më mbrapa. Por që ai produkti që ti jep finali, domethënë, aty ose korrektësia, domethënë që ti thua për shembull një gjë që do kërkoj, do arrish në kohë, në afate domethënë, ose edhe para afate që mund kërkoj. Gjithmonë kjo është ajo besimi që krijohet te klienti. Çfarë duhet të di një sipërmarrës për financat që duhet ta di me patjetër, sidomos në hapat e para që hap biznesin? Një sipërmarrës e para njëherë duhet të zgjedhë një konsulent ose kontabilist, domethënë shumë të mirë domethënë në tregun shqiptar, që t'i japi gjithë këshillat për hapjen e një biznesi, sepse jo gjithë sipërmarrësit janë të zotët te kjo fusha që të bëjnë konsulentin ose kontabilistin. Mund të ketë edhe të tillë, por që i duhet patjetër një konsulent i mirë për hapjen e një kompanie apo një sipërmarrje, domethënë. Që është baza kryesore që duhet të di. A ka biznese që i nisin me buxhet të mersi shumë të ulët? Biznesin, startupin e vet? Biznese, mund të ketë goxha biznese, shërbime, domethënë po marrim më të thjeshtin një berber ose parrokier, po themi, që merr një dyqan me qera, domethënë të paguaj ato veten e vet, çfarë mund të ketë tjetra, ujë, drita, qera, ose tatim burim mujor, patjetër, edhe këto taksa vjetore të bashkisë, domethënë vendore. Në 6 vite, pothuajse çdo vit po e zën 30 klient. Si e shikon 5-vjeçarin tëntarshëm? Ku do shkojë kompania në 5 vite? Ka ndonjë vizion të qartë apo të thua një sekond, sa më shumë të rrisim gradat gradat që kanë kontabilistin, më falni nëse nuk i njoh të gjitha, aq më mirë do të jetë për ty si individ edhe për kompaninë, apo po mendon që shiko, të zgjerojmë shërbime, të futemi në një treg komplet të ri? E synoj të arrit dhe këtë, domethënë që është kjo për të arritur titullin e audituesit ligjor, po që duhet një stazh 3 vjet çfarë pranë një audituesi, edhe në fund jepen ato testet e tjera që merret titulli. Edhe për atë zgjerimin e shërbimeve do mendoja të shtoja, siç është shërbimet e IT-s, marketingut, pse jo dhe legale, ligjore, domethënë. Një shport e tërë për biznesin në mënyrë të tillë që klientët që aktualisht ke thjesht të zgjerosh kategorinë e shërbimeve që ata marrin nga kompania. Sepse sidomos pjesa e marketingut, kujdesi te pjesa e IT-s dhe ligjori lidhen patjetër bashkë me kontabilistin, fushën ekonomike, shumë mirë me njëra tjetrën. Edhe dukshëm pjesa më e madhe e bizneseve mundon të outsource shërbimet, domethënë financiare, sidomos pjesa më e madhe janë munduar që ta bëjnë outsource, është dhimbje koke ta kesh të merresh me dikë që do duhet të merret me financat apo me kontabilitetin. Kur është outsourcing, është përgjegjësia që përket kompanisë dhe paguhet për këto. Ka shumë kompani për shkakun nuk i drejtohen, po themi, një juristi ose si them që nga kontratat e punëmarrësit ose po themi ajo përgatitja e akt themelimit ose statutit, por që të ulin ato kostot për të juristi, drejtohen direkt te kontabilistit, domethënë. Është vërtet. E shefti kompaninë pjesë të grupit në Ballkan Perëndimor, apo është vështirë që të ofrosh konsulencë në një shtet tjetër pa e njohur akoma më mirë rregullat, ligjet apo ndryshimet? Në fillim do ishte mirë që ti të studioje tregun, domethënë ballkanik ose ndërkombëtar, dhe pse jo në të ardhmen do ishte goxha mirë edhe zgjerimi. Unë kam edhe një bashkëpunëtor, domethënë zyrë që punon me
Anglinë. E di pak a shumë edhe tregun ndër derisa kemi këtë bashkëpunëtorin. Po që pse jo, sepse unë përdor edhe një nga programet e kontabilitetit që është shumë i njohur, që është QuickBooks, që është dhe version desktop dhe online, domethënë. Dhe shumë kompani ndërkombëtare e njohin. A do të thotë kjo që ti po synon tregun anglez apo shërbim në distancë vetëm konsulencë shikon për momentin? Edhe në distancë edhe tregu anglez, domethënë do jetë kjo pjesa. Se jo. Igël, ti je në 40 vjeç, pak po e sigurt se je nominuar të Fortin ndër Fortin. Edhe po të shohësh veten tënde kur ke qenë 18, domethënë ke studiuar për ekonomi, ke punuar në industri, tani je me një kompani, plus edhe synon tregun edhe më gjerë. Po të kthehesh pas në kohë edhe të kishe Iglin 18 vjeç përballë, ç'a mesazhi, ç'a sugjerimi, ç'a këshilli do jepje Iglit me ato ëndrat për të bërë sipërmarrës apo me ëndrat për të punuar diku tjetër? Mesazhin për shembull të rinjve të sotëm do ishte goxha që pse jo t'i futeshin ti profesioni, domethënë të mbaronin ekonomikun për kontabilitet financë ose kontabilitet auditim, të vazhdonin të punonin, edhe pse jo t'i futeshin të hynin për të marrë të titull. Domethënë, po gjithmonë duhet të kenë ambicie, vullnet, sepse është edhe ndonjëherë kjo, përveç se shërbimeve që ofroj, është edhe trajnimet e kontabilitetit. Më ka ndodhur për shembull kanë ardhur studentë që kanë qenë pjesë e programit të masterit ose si thua praktik mësimore dhe ka ndonjëherë kështu që lën shumë për dëshiruar. Tregu është i vështirë dhe brezat janë duke ndryshuar, është pak më sigurt. Po që është gjithmonë ajo që ti duhet të rish, po themi shumë, sepse teknologjia po i ka bërë të mirat e veta, po ndonjëherë i shkatron pjesën e rinis. Ai ka përshpejtuar procesin dhe e ka bërë shumë të lehtë për pjesën më të madhe. Igil, shumë faleminderit për bisedën sot, shumë interesante. Shumë suksese në çdo vizion që ke për kompaninë e Faleminderit gjithashtu për ju. Kënaqësi që të kishim. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do shihemi të mërkurën në orën 20 nga unë Blerina, natën e mirë.